Përshëndetje miq, po dëgjoni emisionin Happy Fit këtu në Radio Travel në 104.6 FM. Parku me statuja gjigande misterioze në Kili. Në mes të oqeanit paqësor ndodhet një nga vendet më enigmatike në botë, i quajtur Maui of Easter Island. Këto statuja gjigande prej kur janë ndërtuar shekuj më parë nga banor vendas të ishullit. Statuja që arrin deri në 10 metra lartësi dhe peshojnë disa ton, janë të vendosura përgjatë brigjeve të ishullit. Studiuesit besojnë se ato përfaqësojnë paraardhësit e fisit dhe janë ndërtuar mes shekujve 13 dhe 16. Edhe sot mbetet mister në mënyra se si këto struktura masive u transportuan dhe u vendosën në pozicionet e tyre, duke patur parasysh edhe mjetet e kufizuara të kohës. Ishulli është kthyer në një destinacion turistik të njohur, ndërsa statujat Moai vazhdojnë të mahnisin vizitorët nga gjithë bota me madhështinë dhe historinë e tyre. Hoteli luksos 30 metra nën tokë në Kinë. Një projekt i pazakon arkitekturor është realizuar në Kinë, ku është ndërtuar një hotel luksos rreth 30 metra nën tokë, brenda një grope të thellë dhe të braktisur. Bëhet fjalë për Intercontinental Shanghai Wonderland, një nga hotelet më të veçanta në botë. Struktura është ndërtuar në anët e një ishguroreje, ndërsa disa prej katëve ndodhen ende nën nivelet e ujit, duke ofruar pamje unike për vizitorët. Hoteli përfshin dhoma moderne, restorante, ambiente relaksi dhe hapësira panoramike me pamje drejt shkëmbimeve përreth. Projekti u konsiderua si një sfidë e madhe inxhinierike për shkak të thellësisë dhe terrenit të vështirë, ndaj autoritetet e promovojnë këtë ndërtim si shembull të arkitekturës moderne dhe shndrimit të hapësirave të braktisura në destinacione luksoze. Ishulli vulkanik që ndryshon formë pranë Japonisë. Një fenomen i rrallë natyror po tërheq vëmendjen e shkencëtarëve dhe mediave ndërkombëtare pranë brigjeve të Japonisë. Bëhet fjalë për Nishinoshima, një ishull vulkanik që her pas here ndryshon formë dhe madhësi për shkak të shpërthimeve. Ishulli u zgjerua ndjeshëm pas aktivitetit vulkanik në vitet e fundit, duke shtuar sipërfaqen e tij me rrjedha të reja lave. Në periudha të tjera, erozioni dhe lëvizjet e detit kanë bërë që pjesë të tij të zhduken. Shkencëtarët monitorojnë vazhdimisht zonën për të studiuar procesin e formimit të tokës së re. Sipas tyre, ky është një shembull i rrallë i krijimit të territorit përmes aktivitetit vulkanik. Fenomeni ka zgjuar interes të madh, ndërsa pamjet satelitore tregojnë se ishulli vazhdon të transformohet nga forcat e natyrës. Peshku që mund të ecë në tokë zbulohet në Indonezi. Shkencëtarët kanë zbuluar një specie të veçantë peshku në Indonezi që ka aftësinë të lëvizë dhe jashtë ujit. Ky peshk i pazakont përdor finet e tij si këmbë të vogla për të ecur mbi valë dhe shkëmbin të lagur, duke kërkuar ushqim dhe duke shpëtuar nga grabitësit. Studimet tregojnë se kjo specie mund të qëndrojë jashtë ujit për disa orë, duke përdorur lëkurën e lagur për të marrë oksigjen nga ajri. Shkencëtarët e quajnë këtë si një adaptim të jashtëzakonshëm që tregon evolucionin unik të kafshëve që jetojnë në zonat ndërmjet tokës dhe ujit. Ky zbulim ka tërhequr vëmendjen e biologëve dhe turistëve të aventurës, duke e bërë rajonin një destinacion të veçantë për studiuesit dhe dashamirësit e natyrës. Liçeni që ndriçon natën në Puerto Rico. Një nga fenomenet më magjike natyrore ndodhet në Mosquito Bay në Puerto Rico. Ky liçen është i njohur për organizmat mikroskopik që shkëlqejnë në errësirë, duke krijuar një dritë të kaltër të ndryshme në ujë sa herë që përplaset ose lëviz. Ky efekt natyror bën që nata të duket si një skenë magjike, ku çdo valë ose lëvizje e peshkut shkëlqen si yje të vegjël në ujë. Liçeni tërheq çdo vit mijëra turistë dhe fotografë që duan të përjetojnë këtë mrekulli të natyrës. Ekspertët thonë se liçeni i Mosquito Bay është një ndër më të famshmet në botë dhe vazhdon të mbetet një nga destinacionet më të veçanta për aventurierët dhe dashamirësit e natyrës. Dhe me këtë lajm ne kemi ardhur në fund të Happy Fit për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi si çdo ditë vetëm në Radio Travel.